O në radin e bjerë. A pishe nonën se u mërzit. Shumë të kojtë, për ty o qarun dësi. Mëre bjerë për qështu se kom menu. Pej nonë e djali mu largu. Hajde djali edhe naj dit. Se nona des e nuk t'i shesyt. Mëre birë, a jetë kujtu. E për non, a jetë menu. Ka dal bujrë edhe naj dit, se t'bohen edhe ty t'bit. E t'bjen men se qka o nona, e qysha nona. Hajde birë, mos e vanë. Se gjithmër nona jote nuk të rënën. Nona jote u mërzit, e për ty i qarrej syt. Shumë të pala jem të të bon. E nga mirë birë qka jem të të thonë. Ky është mesazhi që Vahide Kuqica ka për djalin e saj Nuredinin, që nuk e ka parë tash e 3 vjet. Derisa rrëfen për mallin që ka për familjarët, Vahidja nga fshati Kërnice Klinës thot se nuk e di arsyen, sepse biri i saj tash e 3 vjet nuk ka ardhur nga Italia për ta vizituar. Ai tete është në Itali, me gru me thmi. O feju, që u konë në Itali, o feju, të na i boni letrat, e morë edhe grunë. Që shto puna? Tash, qajo në Itali, 2 qikat e kom jashtë, vëllohi bëllë. Edhe me të kalëzu, më shzit më dhe kom bëllë, se që 3 vjetë se më ka kom. Ka morë mollë me i po thminë. I ka qitë në Facebook, ishim bo thmija, sa boba i vetë. Që 3 vjetë se më ka kom. Më shumë ka morë mollë për thmitë tina, se për djorë temin. Sa nuk di, veç vetë, letrat i ko në shtëtsin që shtojnë të atjehet, letrat, firmen e vetë e ko, grunë, thmin, tona, veç me orë s'pa vjetë. Qështu, më shumë ka morë molli për të mi, se edhe qika 2 i kom jashtë, mas lufte ju në shku, qika të më vinë, njëna më vjenë 2 herë në vetë, njëna vjenë ka 1 herë në vetë, veç vjetë për vjetë. Madje Vahidja gjithmonë e ka në mendje se çfarë do t'i thoshte Nuredinit. Vallahi, e kisha thonë se një farë konge që pe kënën, nuk po dë nona me dek dyrën tonë për pe prejkë. Që të ja kisha thonë. Gjithë s'ka këm pos me i thëmë, kisha pos me i thëmë. Pse o bje s'po vjen halo, ty të pret nona në 2 janë. I shola është nëshë, shola është nëshë. Valla bëllë rollë, ma bënoj nënë, jena unë tu, për këqyru me bënë, pore shumë, pore, me bënë shumë, se kër të vishë në Kosovë është, do të me posë pore shumë. E nëna se ko për pore, as për pasunia, as për me po e vlodën në sy. Po, që më bënë, dhjevë qështë. E shumë e prekur dhe e mallëngjyer për të biren, ajo ka një mesazh për të gjithë ata që duan ta braktisin vendin. E rinis që po dolin jashtë, shumë keq. Valloj shumë keq bre. Se vend si Kosova, unë jam kon jashtë. Jam kon të 2 qikat. Vallohi brezdi që u ka hinë gjak,
e ka hinë kryqi për dolin, për nrehin. E pilojnë dërë këtë veni. Jumë konë Holland, jumë konë Gjermani, jumë konë në Austri. Po i pasha zëtën, këmë nejtë, ma kanë pas bo vizën për një vetë, për ndodhe që ke pandemija të në ndërprej. Po i pasha zëtën vend si Kosova bresko kërkun. Edhe valloj veç po ikun e pilojnë, e s'po dojnë me punu e me ndërtu venin e vetë, se për vend si Kosova s'ko kërkun. Të papriturat e mëdha që do t'i vendosnin të ardhmen e Vahides i kishin ndodhur kur ishte ende fëmijë. Kishte qenë vetëm 14 vjeçare kur baba e saj kishte vendosur ta martonte me një burr shumë të vjetër. Pse puna e një vllavit. Ju ka shty fejesa, ju ka shty martesa, e qa me bon, baba të në rënë. Me grud vllavt, në rënë muhe. Në rënë. Se për ndryshe, u vanue, mu fejua i vllavi. I boni 2 vjetë, u vanu, mu feju, e ta nam ka dhënë mu, mëtërën e burrit për vllatë të nane. Vllave dhe ajo mëtëra burrit, ta mënjën konë mësh më martë. Vllavi i ka pos ka 28 vjeta nanë qështë. Ajo mëtëra burrit që i ka morë vllavi jam, ajo i ka pos 23 vjetë. Të na baba ka menue që me morë ato me martu vllav, e mu të na me shty dhe kë. Dhe i të bëjnë edhe naj vetë. Të na mëra vesh, po se desha ka pak me nonën, po e nonës si të isha qka bre nonë qa u bon, po mirë po nuk ndodhë ka ajo vështone. Po shumë qika që është ndodhësin. Edhe bëjsh Allah me nonën, nonët e këshuj, se me bo me një baba jetë, ty edhe mu nëmit. Shuj, jo, zban me një baba jetë. E jeta e saj bashkëshortore nuk ishte qenë as pak e lehtë. Pas martesës, ajo kishte kuptuar të kaluarën e burrit të saj. Shkova të burri, ko shkova të burri, vjera, burri jam një vëllo 3 vejtë. Une, se s'ka posë baba jam tjerë, thmije tjerë, une me vëgla, me reja që të shkojsha me gjënë. Me 2 porgjën, me dhenë, me lepë. Edhe ju më konë veçon e din aty, nona ju këmë dhimë, së më ka shti me bo punë të shpisë. Me fshije, me pastruhe, diçka po me gatu që shu bo buka këtë në herë ju. Edhe nuk disha. Nuk disha mirë, po do shti zëti ku shkova pak icë, vjera e kuptejke. E kuptejke vjera që shumë ka morë. E reje, edine pa mësune kur gjë, po mirë vjera mësej, të në mësua me gatue, me i mjellë gjone, se me fshije me ldirë së ko zërë aty. Pa dhe zëru kona atë kësë, s'kena pos kështu i lëke. Dhe loj s'kena pos atëherë kështu. Po do të me gryë lëqin e hinin e tona. E me lo enë, me lo në bërë, me hije, me zallë, se s'o ko kështu. Më valaj burri bukur ka gjaj më që më konë. 37 vjetë po, unë e 14. Po, pasha syte. Po e këtë në qa ku menu korgjë, veç i më tutë. Veç i më tutë, ka vëzaj drejt. Jo më tutë, isha o zëtë qa u bo me mu, qa di, qysh, qysh shkon puna, qa bo puna. Besë dhe i shkoni martun. E që me qika jame, qysh
u konë këha atëherë. Ajo thot se asnjëherë nuk ka pasur guxim ta diskutoj këtë gjë me prindërit e saj. Që me bo kur gjë, a petë që ashtë, këm nejtë, së më boza. Me i thoi babës, baba, e këm pas babën e shtirë, s'kë nga godzumja për men, as të miren, as të keqen. Për besë, u deka u shku, edhe që aty nuk e se këm diskutu këtë punë. As me babë, as me nëmë. Se vën këm nije. Se babët e në masi u martyuve, unë jam shku se mu ju konë të tyrë, babët e në më ka dekë në mars. E të në atë fillim atë nuk mujtë me diskutu me babë. Se nëna se kishë pas ditë heqë. Edhe me ditë nëna s'ken godzu, në të japë koptën me fëllë, nëna as me babë. Madje, ajo tregon edhe momentin se si është ndjerë kur burri kishte treguar për martesën e tij të parë. Më kallëzoj burri se u pa qefa, edhe ato si hajgore. Mirë po nuk besojsha, u pa qefa. Edhe u pa qefa si në hajgore, hajtë më se edhe ndeksh e marë tjetërën, e treta e vërteta, si hajgore. Kur ta, unë hajtë në u musha, shka isha të ditë. Ashe qa që kje treta e vërteta. Mashallah, tha je mush me, më tha për do me ditë. Thash vallohi, qa që kje treta e vërteta. Tha vallohi, qështu tha kom pos grunë tha për para, 2 muja, 3 tha. Së ka kismet, të e kom shu, tha, ti e dyta, tha, zëtë në rujtë me bo me dek, tha, duhet të treta e vërteta. Edhe, qa me bo, e kisha thmej. Ta është me lëke, tana, si këty në herë me punu e punë të shpise, punë të fushë, se imi dalë kemi kërë. Imi dalë kemi kërë grunin, kalamëqin, pasullin, bashqen, gjane kemi këqyrë. Krejt ishqime që i kemi hangër, i kemi pas, krejt pe i shpis, pe i durve. Krejt që kemi punu me durë. Edhe valloj jena ko ma të luntën, e ma të knaqëm. Pasha zytën për. Kur vike një darsëm, janë i dek, janë i drek, janë i krejt, të organizum, krejt, shkojshëm, vishëm, prenshin, u bëjshin darsmat, o njëske darsma pejtejtës, dejtonen, nuk u nalke, shihreti. E tash valloj ju, tash se poja me modhe për lezetin nuk ka. Qështu ka për para lezetin nuk ka. Ta në edhe që kjo se po shihen, po flasin, po merren vesh e tëna, e po shkyjnë, e po i bojnë martes ka do dete, do vjetë, do... E jo la hajde po dohëm, hajde apet që s'lojnë thmi, e s'kanë thmi, apet nërmole. A valoj që të që po lojnë thmi, qysh bre po mundën me bon atonën ja këthoj shpinën e vlotet. Shtirë bre lëke. Ty nere kena durue në ashta zullumin, e kena duru punën, munimin, zullumin, edhe s'kena mujt me këthy shpinën thmive.
Se kanë thonë këty në herë, kër o do nëna pe e blodi, o nëllë dile. Tash përdohën pe e blodi, pe spejën është për nëllë dile as hona. Keq është. E përkundër të gjithave, ajo tregon se burri i saj kishte përdorur edhe dhunë ndaj saj. Po qëshja, ishëm bo organizim më shku me kër grunë një orë. Në është për qesën krejt, për kalëzim. Ishëm bo organizim 10-12 veta ërë të theshëm atëherë. Më shku me kër një orë. Edhe po shkojmë me kër një orë, edhe tash si gjithë grotë në të veshkëm të orë atëherë, o shtyshëm cila. Jo diçka me i notë, po o do këtë qashtu, mos me dalu një nga tjetër ma keqë ma mirë. Edhe për organizim kishëm me shkut neset me kër, edhe janë isi burët e për thetë për një grutë ka i shive, për thetë ja, thetë vesh në qësh doni, qka doni se shefkia e gruja, në thetë shefkisë më një shka një kërkush. Po, ha, të thash, ajo i shkon për moral, ku. Po taksiroti me hongër që të shuploka, unë e fylla. E thash, anë, ma se për të pilqej ka shefkia ma mirë, ma thash, hajtë shko kërë me shefkinë në spëvi. Hajtë, e që të hera, porë kom qështë. Ajo thot se më vonë ka kuptuar teket e burrit të saj dhe nuk kam pasur asnjëherë mosmarrveshje. Edhe të në mojë ju, të në i roshën, dhe me thonë, në tabjat, dhe mos ka bo veç jo dhem shaj vike gjinase, bara me to këm punu. Bara me to. Loj, veç si kanë thonë të në herë, dhe tash mullinje s'ka, shej herë mullinj, që s'm ka qu, se atë s'u konë zakon me qu. Ngrotë, se për tjera të punë, që ka punuaj edhe unë me ta. Të ne po, si ma jes. Ndërka që burri i Vahidës ishte vrarë nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. E ditët po kalonin, por lufta për mbijetesë gjithnjë më shumë po bëhej më e madhe. E Vahidja tregon edhe bisedën e fundit që pati me burrin e saj para se forcat serbe ta ekzekutonin. Këtu që jena në këtë fshat Kërnic, nështë edhe ju pidini, këtu jena konë të rëthakune me shki. Kënej shki, kënej pikline shkije, kënej në ka pos shki. Vesh një udhë kom cëre që të e këna pos me dollë. Për në rishës këna mujë. Edhe këna ikë, herë kemi shku në Skënderaj, herën e mromi na shku një Zbicë, ma vrajtën burrin, kunotin, dhondrin. Këtu, po i këna po, jena konë, jena të bu një Zbicë shumë ka pos kolën e madhe një Zbicë. Për punë e shkollës në Livadh, edhe që aty jena të bu, ka pos, gro, qika, thmi, plec, tri, plët ka pos aty. Edhe jemi të bu që aty në nejtë, kur ka ndollë shkit, 2-3 jë ndollë njëherë pej mole, edhe kanë ardhë aty të na, edhe kanë kur jë ndollë të na. Ka 2, ka 3, ka 5, ka 6, ka vesh kur jë ndollë shumica, na kanë rëthaku. Edhe ka pos traktyra, ka pos smut, ka pos paralizum, plët ka pos një Zbicë, edhe na i kanë do burrat. Burrin e ka thonë muë, unë e kum ka për te isha u burrin, edhe ka zëj drejt tonë, këna bërtit, këna peskat. Burri ma bëj, tha, hajt, largoh, tha, shkët e qikat,
Tha se qka të bëhet me qëta shuk, tha dhe me mu. Tha për largohu, ti bile largohu ma bani, shko të qikat. Qka me bo, ko ka shku, luft, tha, qka të bëhet me qëta shuk, tha dhe me mu. Edhe ju më largu, më shku të qikat, kanë kol traktyra, kanë kol që ka posa sojde, botim, burrat na i mëren, neve, një kolën e shkive, na ka bot tub, edhe na ka gro knina, për 5 vice, vejnik, brëj, këtu na ka nis knina për klin, për shqipni. Na, ne kunat jemi, i shkonik. Kur dol në vejnik, e këshim plagu. E qashtu i plagu në ujku orë dhe hinë kolën. Po të na qëtu të një mollini bryes, qëtu ju zdia i dini këtë kësojde, e kanë morë i shku punte, i shkive. E aty e kanë morë e dajten edhe kunotën, kunote ka pas një qik dvugel, e morë në rëk. Edhe i thanë shkik, lëshëat thmi, e hajde kome neve, edhe 2 vetë tjerë. E morën kunotën tem, e ata 2 vetë veç i kanë skajue për fënë asfalli, edhe i kanë pushkatu 3 vetë. E neve na ka nisë për Shqipni. Burrin tem e kanë vrau 1 zbicë. Po nuk i kena, se pejtimi, edhe kush guze ke me këqyrë mo. Veç amo që i kena nije, që i kanë gjuhe, edhe një doj burrit, një jetish që lapeko. Ashtë i vëgel, në kapetëzi, ajo pështu nër këfëma. E kur ka pështu ajo nër këfëma, ku i në largu shkit, ajo dol, edhe e ka dho lojmen kush u vrau. Aty u vrotu na burri jam, edhe një vloj që ati jetishit, ata i ka pos burri jam, doj. Doj ka pos. Edhe qajna ka dhe lojmin që janë vro, edhe djemë të ku pos 3 të shtor, ka një djemë të mi që ju ka vro boba, doja i bobës, edhe dhëndre i jëtë, edhe na kena shku për Shqipni, kena nejtë që kena nejtë për Shqipni, të na jena këthuj. Në lidhje me periudhën e luftës, aja të regon se kishim pasur shumë vështërsi. Edhe një, se jena do familja 2 grupesh. Unë i kum pas shpijat që t'jenartë. Mas lutë e kena qitë kopusht. Edhe u do në familja në 2 grupesh. Gjysa familjes u më shku në Qirez të qika e modhe. 3 djemë u më shku në atje, 3 djemë edhe burri më metën qëtë. Unë e ju më nalë me 3 djemë e me burë këtë. Kur ju më nalë këtë, mura fenziv, burri me djem, edhe ikën, largëhen, se hinën shkijet të gjutë, të kollë, ikën. Mu ma bënen, tha, qëre, ti e tha, gru, femën, tha, që bjen një traktor, tha, që sojde, ata ikën kom. Që bjen një traktor që sojde, hip në traktor, edhe shkone dhe edhe të dika, e mos nëzojnë shkit vetën. One u pina me ta, roshin traktora që sojde, me menim, për që menim gruje më ploke, që janë djemë që sojde morlite, nështë vinë. E po bin traktorat asojde dhe po ma bojë, oj shëqe, oj mëtër, hajde hip në traktor me neve se qërë shkit kohenen. Unë jo edhe pak.
Jo, edhe pak. Shku në mo, kalon, as traktor, as njeri gjoll, unë që kolli vetëm veç me Zotin. Hinën shkit, po hishin qasoj dhe këdrës, u konë bunkere, që ka nejt u qekeja, edhe ku e kom pasu në shpinë, e kom pasu shpije vogël, e u konë mali madhë, rreth shpijes, e shpija vogël, edhe i kom pasu 60 oshtare. Në qatë shpi që atë, se u konë shpije përshtatshme, nuk u dëke, e shpije vogël, e shpije përshtatshme, edhe erdhen e hinën 60 oshtare. Po, o që këtë veshne, me orme, me qatë. Edhe me dorët mija, u kom gatu buku, kom dhonë dektine në kapshatën e funit. Një avë një zhabota, u konë komandant. Ajo vro në qarim. Edhe ata o monon me mbrojt, po s'mojten, shkit hinën, me tenka, me autoblinta, me shkit hinën, kalër shpia të bërë, një këshis që to, nëncu pa lëp, budalica në qik, shka në i lidh lëp noher. E kollën atë lëp, e brim, e piskom, kalën shpia, kalën grënia, në perore, kalën sa myshin, gjujshin, one tash është një cëp malë që tu me po dyket. Shka me bën, ka me shku vetën. Edhe e që shkoj hi qatë cëp malë që aty dhe ju mund që shto, vesh të ngu. Ngën, gjuja ne, gjujk ne, kallo. I hupi edhe qilët, i hupi natyra, i hupi pejtimi, e zheg. O, zët! Edhe, ja ka 11 tyra, më sa hatë në dyrim konë, 11 tyra, jenë hi që të në kërnit shkit. Pe kësë e hone, jenë hi, 11 tyra, dek të nej, në 6 tyra, të këshomit që kanë gjuh, sa kanë mujtë. Gjuj, kall, në 6 tyra, u nol krismat, unë e qatë në malë. Që me dojnë në bërë, këtë aty, ose dhe që të përpërzyre, shije. U nalen, krismat u nalen, veç për njën zhurma e tenkave, e këdrës kësoj dhe, e bënën gardë pej puntave. Unë s'kisha përjetu luft, s'disha që shko lufta, a qa bota, u nalën zhurmat, dyla, pa hangër, pa pi, zhegëm, rëku etja, unë shpina të në këdër, një bunore këm pas që ka pësht, o nalën, krejtë o nalën zhurmat. Thëmë vetë me vejtë dhe me shku me marrë dhe ujnë bënarë se dhe shdi qa pe etje. E marrë këpën e vej, marrë dhe ujtë që të në bënarë, e në gjitë në analtë ati e pi dhe ujë, e unë zhna pushaj me dhe së burri, e shkoj këtu të rotën adën, të tasi, këvjellë të mëzoj ke hana dritë, edhe pisha shpinë të me kull, me po ti mënë diqka. Kër e pa ta mshel dyrët e prezyrët e krejt. Aty shkën thyje, vesh një tërë qeremidja, zëherë si rona i cpirë granuta a zëti din. Edhe tash u kone e shpia, me 2 dhëma e një koridor në midest. Në qatë koridor në midest, konë dësë në gjira, dësë netën u qekeja, ja u qitësha me flejt. Edhe dhe u shabuk, alla i prisha pulle, buke, sa ku mujtë këmë dhanë. Edhe tash, roaja si gocë, kur bjenë dhe jenë kollë në veti ato që ka posë aty, edhe tash kur e kom qelë derëm, ish kur i ka dollë plaka.
deres edhe kanë krizë gjomat. Edhe e kom marrë të ujë, e kom shimë atë, po qërë men, thash, ka pështu shpia. A i se bëjsha men djemë, ta e në pështu a qa u bo, po ka pështu shpia. E marrën e shimi atë, e eldiri atë, koridor atë në midis, 2 dhëmë atë në shpërgjë. Edhe ku me fjetë tash, qësh me fjetë pej tote. Me rodhësha me fjetë, vinë shkit, në zonë plejtë. Mirë po Vahidja tha se ato ditë kanë qenë ditët më të vështira të jetës së saj, ku 2 herë ishte përballur me forcat serbe. Gjithë natën qeshtë, u bo sabah, heq kur gjonalin krismet, kur pejshë kom shkita nejnaj, të bunkeri, atje në kyder, e këshin kollë, e këshin shplu krejt atë, ku bunkeri madhë. Edhe po rejq atë në bërë, e ka pos ku notin i qenë të shtirë o zëtë. Po lija i qenë, e sa kokë i mbyllë kënej, vësh po li i qenë me posë, po shakon. Vetë me vete, ku nga shkumenja, po li i qenë po vinë djemët. Jenë konë djemët kona, dhe në përmalë kësoj, dhe jenë nërë po vinë. Edhe po këqyri pej sa kokë pej dyrëve. Kur këqyri qa me këqyri, 4 shkija automatat në dyrë. O, zëti gëzun, ja kum nisht ka dhe drejt, kum kojt, a i kum qo 2 dorë që shtë. Kum qo 2 dorë. Edhe ja nisa po kojt, 4 orë drejt në mund. Kër i nërë drejt në muë, edhe më shkaj menja, thashën vetë me vetëm në evrone, se evrone që të noshtë në bërtem, vës, po mjetë zhek, t'i kësha po 3 cikat, edhe që djolin e vëgël që e pot. Menja më shkaj, se me fyllë zgëdzesha, menja më shkaj, thash noshtë, edhe pse më vrojnë për desit të në bërtemin, vështë t'i kësha po 3 cikat edhe t'jollin. Edhe, pa ta shkite që tuhët janë këmë, në gjëfshën. O, qa kum hjeku në 4-5 dit. Edhe, hinën halakaten, kërkosh atë ju. Edhe erdhen të one, se do da fjallë se bësh se kërina orë që tu me shkinë kum nejtë shumë. Se në të ke shkive këto, pe i shkive këna bli. Ka një fjolla të këtu, ja përzisha. Kër po më vesin për thëjnë, qka o puna, pse vështi vetëm këto? Tuta, qka shpët më sejke? Tha, qka o puna, tha, pse, tha ti, a me u qka tha je këtu, a? Ako tha, o që ke, tha, kësajti, këtë në malë. Ashtë po, jo në zdi kush janë ata. Zdi shka janë ata, thash. Tu kojtë, kretë, thashën e nuk di qka janë ata, nuk di kush janë ata. Shka di, thash, njeri që soj dhe s'pësha. Asë këm po, asë pësha. Pëse për rëmë, tha. Se shte mund shme tha ti vetën me metë këta. Apo jemi dikan, tha rethit i ki uqkat. Jo, unë zdi shka janë ata, a zdi kush janë ata. Apet, se shte mund shme ti me metë vetën me konji. Tha, e qështë kanë lënë, tha familja vetën, tha shpo më kanë lënë familja vetën, tha shte kërë të në s'kina post, traktor, jo, ashtë ata janë, ka një kombë, që di unë ka jenë shku, thash, unë e jëmë, thash, smut për i kombëve, thash, s'ku mujtë me ecë, thash, kur jëmë që në sabah, thash, qështu vetë. Krejtë për rëmë, më bëshë. Krejtë për rëmë ti. Hinën halakatën krejtë qashtu,
Edhe ashtu dhe ata kanë altu dhe u kanë për qashtu, edhe ishin plët në për shkita ne, shkun që ne, une që të mita vetë. Kur hajt, apet nestrit edhe 4-5 qashtu, 4-5. Qëta ishin kanë të shtirve, këmi ditë tjerë. 4-5 apet të une qashtu, apet ata. Qashtu, ka tije, ti ki o shtriktë, ti e me o shtriktë. Edhe shkoj të bunori i konotit me marrë dhe uj, atje në altë ma ngatë, kur nuk di, 3 kënë të une, kur erdhen edhe 2, në bërtë konotit. Edhe ata po ma bojnë ja, ki me kallëzu ku janë uçkat, ku janë ushtria, ja që të kena me të vrau. E takimi për herë të dytë me ushtarët serb nuk ishte qenë aq i qetë sa i pare. Une nuk di, s'kom po, nuk di qka janë ata, kur ka këcy njëni, më ka ka për flokve qëtë, edhe më ka shty e më ro me qita për gure. Gure. Edhe që shmuqull kura të krisa ki po, këtë të bëllët më bëllët qikaqë. Edhe tash, une me i ta që ashtu rodë, veç kënë kësyrë për onës, qka o ka bëhet me mu. 3 herë, 4-5 zdi, mos s'ku mujtë as me i gjesë dhe jenë konë të one. Veç për sëroti që shtu pak, edhe këm po kër e ka kop automata pushka që kone, e ka kop për gryke, e me mro me ata drunin. Kër e ka kop një tjetër. A mos e prek, tha se ti këta, tha unë e ty. Edhe më ka ko për krohi, më ka qunë kom, edhe më ka bo sërbisht mos e tëtë. Kur më ka thonë mos e tëtë, që ato e kom di që po pështej në ashta. Edhe më kanë morë, më kanë thonë, peja bërit konotit, se i nga kanë dalë me ullë, shpinë unë e nënë pështë, konotin nënë tejper. Edhe më ka thonë, hajtë shko aty ku je kënë. Edhe i mordë, ka dole në bërte me një mundës, edhe për këqyrë që shto këtë. O, zëtë, qka që më bë? Po se ku mujtë me mjekë, me i posë fotografite, me i posë letrat e pa, kush, veç që shumë, apo pështëjna, apo strehuhëm kuna që apo bënhet. E për fatin e mirë të saj, pas disa ditësh takoj një ushtar të UÇK-s, i cili e ndihmoi dhe e kishte marrë në familjen e tij. Hajt, edhe 2 dita 3 që ashtu, kur një i shtëpelit të konë ushtar, edhe ko ka kanor me kontrolu për familjet vetë. Edhe vjen kësojde e hine më shemu. Ajo më gjef këm dike se më shpiteme ka hongër buke, ka pit për meje shumë. Edhe më bëj këtë da vajte. Kurtet, ata e ka posaj një mëtër të smut. E puna që asoj mëtër smut, s'këshin pas mujt me ikë. Me të familja tina aty. E ajta në dëpërtu qësh ka mujt me orë me marrë vesh për familjet vetë. Edhe u zatit me mund. Aje ka ditë venin tem aty që u ko shtabë, edhe erdhe aty këqyrët edhe vajde, aje me kanë të, thënë vëlloj veç me zëtin, që të vetë. A the qaki këto, vëlloj, qështu, të, shkytët, ku, ta shkyt kam botë shtu, ta zhvallaj shkyt. Rrëthet që to se po shkajthet po këqyri në shpitemen, shtëpel. Po shkajthet po këqyri që janë familja jam aty, thet në përmal, që shumoj, thet e vitë marë, thet e qëjtë familja jame.
të nona jam e të gruvet. Thëm ju, thëm se për të mamë qo, thëm shirë jam, thëm për të qëri shkit ka i rreth e rreth, për të qyhin e për të vrojnë. Thëm vëshko vete amë prenujnë me orë, thëm nona jëtë e familja jëtë, se luftë është, të të gjithë kush për të asi. Thët ju, brethet, shkon a i thët qështë, thët i shmet vetën, thët për i gjinohit zëtët e sa bukën e këna hangër për i durve të sojna, dënë thunin e mromë, për i durve të soj këna hangër bukë, thët i shmet vetën, e thët në una vetë, nga thët qështë mojsh, në për malën, në për gardhiqe, në për rujës, për të shyhin shkitet, vrojnë me gjithë ta, e bira thët këtë. Qka të nga gjonë thët neve, edhe atë. Thamë, vjen, thëmë, e të heqë, se për të shyhin me gjithë muë, e vrojnë, thëmë, se unë e udhën e di, shpinta di, ka dole, në kësham vi vetë. Mu ma si më ponë, edhe për din, thëmë, nështë së më vrosin. Dhe ta bënhet ashtu, thëmë, bënhet, po e që ti vetën e mës të shyhin. O shtori vishun, në orën me ndërë, dhe të faleminirë, dhe të bëdë mire ki. Ashtë me bëmën apo, në vrosin dëtë. Ashtë të jasën të në. E që jo të shkon, aje, të rrëhet pake, e marrën e një kryle, ka dole, udhës të pësht, e shkoj aty, ko shkoj. Në unë e vetë i shkon në dyrë të këqyrë, apo shkoj. Edhe jo më hinja aty, kur jo më hinja aty, aty gjithë natën gatujshin, e marshin bukë me veti e ishqym, e gjithë ditën me dollë malë. Se hishin në për shpia, i kalshin shpijat, vrojshin, ku gjojshin burra. O, veç gjumin që jo këmë bon, si ju më hi, ju më ro, e kalzejka e nona ati djollet, në qatë krath e kësi e ro, në qatë krahi e qo. Ashtë po ku më rëtëlloha me ro në menë, se më kanë zërë gjumin, se 4-5 pa fjetë, pejtute, e qështu, edhe tana që ashtu ku nejt 2 muj ditë të ta. Ku nejt 2 muj ditë të ta, kërë vro burri, që atëherin ako tonë, atëherë ku në ofenzivën e dytë. Po, dhe. E pas gjithë kësaj patkeqësie, Vahidja tregon se si u shpërngollën në Shqipëri, ku gjatë atyre ditëve ajo nuk kishte asnjë informacion për djemtë e saj. Na këthy s'kena gjetë kur gjë. E që nortë në këta tjoshtit, të kanë pru shatyrat, edhe na i kanë ngëri shatyrat, kena najt një vit, unë e vëlla kum najt një vit në shatyr dhe i ma kanë maru një shpi. Se me njëherë që aty të në, së dëmas bile bajagë gratë që i kishin burrat e vronë, të në të ishin ma shumë edhe me ju një mu. Edhe ma kanë maru shpinë, djallin e dytë ma kanë zënë. Në Qiqavic ma kanë zënë e ma kanë qunë Mitrovic 5 dit e 5 net të e rej. Po, ymri zëherë me vrau se kanë vrau, e shme rej, kanë rej, së di ka 2 vrit, këtë të thuja të thëjne. Unë për djem, për burë edhe djalli të retë, për burë e kum një lojmin që i sigur që është i vrone. Po për djallin e të retë, i shkon dole dhe në Shqipni, nuk këna ditë kërgjë. Edhe djallin e dytë, aty dhe e këna po me sy, këna menu që është i vronë. Se ato e këna po kër e kanë morë shkit. E kanë morë shkit, e kanë qitë në kamion, e kanë qu për Mitrovic. Edhe tash, dhe e këna po me sy, s'kena besu se është i gjallë.
E morën, shkitën zonën. I kom hub shpresat. I kom hub shpresat 100% ku menu që është i vronë. Pa e mërzit balë. E mërzit për burët, kanë zit drejtë, e mërzit për 2 djemte. Dhe i kom po me sy, më kanë hub shpresat, s'kom besu që janë gjallë. Kur i kom po me sy, atëherë i marrë në veti pak. Qështë laukon veç, kena hjek bëllë. Kena hjek para lufte, kena hjek në luft. Që tash jenë bo kushtet, jenë bo senet, djemë të lëhëm për i zotë i pështun. Vesh janë, aty a më vro, a me pështu, ata s'kanë mujtë me garantu. Kur qysh? Po zotë ja u ka dho ymrin, a vesh janë, me liftue edhe me liftue e jo me him me plaçkit, a me bon veç jenë him me kontribue për që të ven, për që të liri ku jena sëd. Vahidja tha se periudha e pas luftës kishte qenë mjaft e mundemshme, pasi që për shumë kohë kishin qëndruar në tenda. Ta në masi na këthin shpe, jena konë të nejtë në Skënderaj një shpi. Një muja 2, të na erdhen djemë të po erdhen me këta të hujt, se theshin ka dole më shkoni me të shpejt në përkatune, sidomos të ukoveni shkive, më s'kan shti mina, se shumë bla kanë ronë mina. E këta tjoshtit, me këta tjoshtit, jenë orë djemë, e kanë kësio këtë venin, edhe na kanë pru shatyra të na. Kush se e shpije vëgël, ato e këshim pasërdzu, e kollë, e krejt. Po sëd jam pishman që e kena prish. Ka vy milion që shukon, edhe në gjithë flamurin aty. Histori që shukon. Po e të modhin e kom pos të martun para lufte, mi ka pos 2 djemë të vëgël, të na mas lufte, u mërzit shabëll, vëlla, burri më vra, djemë këgja të se, puna jo, kërgja, vëlla, u mërzit shabëll. Thesha qa me bo, qysh me bo, s'ka bohët tash. Shpi jo, po hajt, njëherë në prunën shatyrat, një vetë këm najtë në shatyr, me 5 djemë, në shatyr këm najtë. Dhe na u duke me jecë me ngohën e begës i kishën burrat të vronë, edhe u duke me jecë për litra, me nrejsh litra për shpi, e i kom nrejqë në litrat për shpi, e në orë ma kanë marru shpi bëllë që ajo, veç mu strehu. Edhe e këna pos atje nalë të shpinë, të na unë desha këtë nga tu dhe edhe një bunore këna pos që të, thesha nga tujt. Një vetë këm nejtë në shatër, dhe i ma kanë marru shpinë, të na u strehuva në qatë shpi, e martuva edhe djallin e 2, e martuva edhe djallin e 3, e mas lufte që të minëherë pa të punë bëllë,